Ataku në zemër, cilat simptoma na paralajmërojnë javë më parë. Edhe pse infarkti akut i miokardit është një urgjencë që kërkon ndërhyrje të menjëhershme, ku çdo minutë është jetik, në shumë raste, organizmi jep sinjale paralajmëruese ditë apo edhe javë më herët. Këto shenja duhen vlerësuar pa vonesë nga një profesionist i shëndetit. Çfarë ndodh gjatë një infarkti? Gjatë infarktit, enët e gjakut që furnizojnë zemrën me oksigjen dhe lëndë ushqyese bllokohen. Një nga shkaket kryesore është ngushtimi dhe ngurtësimi progresiv i arterieve, i njohur ndryshe si sëmundje koronare. Ky proces zhvillohet ngadalë, ndaj simptomat mund të shfaqen para se të ndodhë bllokimi i plot. Shenjat paralajmëruese që nuk duhen injoruar, simptoma më e zakonshme paralajmëruese është angjina, një ndjesi dhimbjeje, presioni ose shtrëngimi në gjoks. Shpesh e shoqëruar me vështirësi në frymëmarrje. Nëse kjo shfaqet gjatë aktivitetit fizik, si ecja apo ngjitja e shkallëve, dhe zhduket me pushim, është shumë e rëndësishme të konsultoheni me mjekun. Gjithashtu, edhe shenja më të lehta mund të jenë sinjale alarmi, sidomos kur zgjasin për disa ditë. Vështirësi në ngjitjen e shkallëve apo aktivitetet e zakonshme për më shumë se 2 javë. Dobësi e pashpjegueshme, frymëmarrje e vështirësuar pa shkak të dukshëm. Lodhje e tepruar, e papërputhshme me aktivitetin fizik. Kur situata bëhet kritike, rreziku rritet kur simptomat shfaqen papritur, edhe në gjendje pushimi. Kjo mund të tregojë se një infarkt i afërt është shumë i mundshëm. Në këtë fazë, reagimi i shpejtë është vendimtar. Simptomat tipike janë dhimbje ose ndjesi shtypjeje në gjoks, apo pas kockës së kraharorit që zgjat më shumë se 5 minuta. Dhimbje që përhapet në krah, sidomos në të majtin, pjesën e sipërme të barkut, shpinë, qaf, nofulla apo shpatulla. Ndjesi peshe, gjeshjeje ose bllokimi në gjoks. Djegje në gjoks që mund të ngatërohet me urdhë. Te gratë, simptomat mund të jenë më të feshta. Te gratë, infarkti mund të shfaqet ndryshe nga simptomat klasike. Shpesh faqen shenja jo specifike si dhimbje në pjesën e sipërme të barkut, e ngjashme me dhimbje stomaku, nauze ose të vjella, marramendje, ndjesi të fikti, lodhje e madhe dhe e pashpjegueshme.